Mirë se vini në Kurbet, aty ku largësia fizike na afron me zemër. Bëni subscribe. Sekretet e errta të emigrimit në Gjermani që askush nuk ja u thot. Emigrimi në Gjermani për shumë shqiptar duket si një ëndër. Paga të mira, sistemi i rregullt, mundësi të shumta. Në rrjetet sociale shfaqet vetëm ana e bukur, foto nga qytete moderne, makina të mira dhe jetë perfekte. Por realiteti është shumë më kompleks dhe shpeshherë më i vështirë nga sa pritet. E para, vetmia të godet më fort se sa e mendon. Në fillim gjithçka duket emocionuese, por pas disa javësh apo muajsh, shumë emigrantë përballen me një ndjenjë të fortë vetmie. Larg familjes, miqve dhe gjuhës së përditshme, edhe gjërat më të thjeshta bëhen të vështira. Edhe pse je i rrethuar nga njerëz, ndihesh i huaj. Gjuha është pengesa më e madhe. Shumë veta mendojnë se mund t'ja dalin vetëm me anglisht ose me pak gjermanisht bazë, por realiteti është ndryshe. Pa gjuhë të mirë, mundësitë e punës janë shumë të kufizuara. Komunikimi me institucionet bëhet shumë stresues. Edhe gjërat e vogla si qiraja apo kontratat kthehen në probleme. Mësimi i gjuhës kërkon kohë, durim dhe para. Puna nuk është gjithmonë ajo që ti pret. Shumë emigrantë fillojnë me punë fizike të lodhshme, siç është ndërtimi, magazina, pastrim, fabrika, orë të gjata, lodhje fizike dhe shpesh një presion i madh. Realiteti është se rruga drejt një pune të mirë nuk është e menjëhershme. Gjithashtu, duhet të keni parasysh, shpenzimet janë më të larta nga sa duken. Po, patjetër që pagat janë më të mira se në Shqipëri, por edhe shpenzimet janë të larta. Qiraja shumë e shtrenjtë në qytete të mëdha, sigurimet, taksat, ushqimi dhe transporti. Në fund të muajit kursimet nuk janë gjithmonë aq të mëdha sa mund ta imagjinoni. Një tjetër problem, burokracia është shumë e lodhshme. Gjermania njihet për rregullin, por kjo do të thotë shumë dokumente, takime të gjata, procedura të ndërlikuara. Një gabim i vogël mund të kushtojë kohë dhe shumë stres. Nuk është e lehtë të integrohesh në shoqëri. Edhe pse Gjermania është një vend i zhvilluar, integrimi nuk ndodh automatikisht. Kultura është ndryshe, njerëzit janë të rezervuar, miqësitë kërkojnë kohë. Shumë emigrantë mbeten të lidhur vetëm me komunitetin shqiptar. Presioni për të dalë mirë para të tjerëve. Një nga sekretet më të mëdha, shumë emigrantë nuk tregojnë vështirësitë reale. Në vend që të pranojnë problemet, ata postojnë vetëm gjërat pozitive, krijojnë një imazh të rrem suksesi, ndihen të detyruar të duken të suksesshëm. Kjo krijon një pritshmëri të gabuar për ata që duan të largohen. Dhe e fundit, por jo më pak e rëndësishmja, Kurbeti në Gjermani të ndryshon si njeri. Pas një kohe shumë njerëz ndryshojnë, bëhen më të fortë, por edhe më të ftohtë emocionalisht, më realist, por ndonjëherë edhe më të mbyllur. Kurbeti nuk është vetëm një ndryshim vendi, është një ndryshim i brendshëm. Emigrimi në Gjermani nuk është as parajs dhe as ferr. Është një rrugë që kërkon sakrificë, durim dhe përgatitje. Ata që e kuptojnë realitetin që në fillim kanë më shumë shanse të kenë sukses. Ata që ndjekin vetëm iluzionin, shpesh përballen me zhgënjim.